largohet në një moment, mos ja merr djalin dhe ikën. Një histori e vogël, tu në lokal medikal. Nga momenti që e mori prap Mario, i kam thënë në shtëpi, nuk ju dua. U largua prap e mori Mario. Nuk ka mund të drejtë të shikoj fëmijët. Në një moment më vetëm mendja të vetet i vras. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-ve të mia, mos harroni klikoni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme, këtu në live me Odetën, unë do habilitaren për një 60 vjeçare, e quhet Eleni Bregu, e cila do rrëfej momentet më të vështira që ka kaluar në jetën e saj dhe problemin me ishnusën e djalit, se si kjo e fundit u largua nga banesa me fëmijët e vegjël dhe kjo gjyshe, por dhe i biri i saj Mario nuk kanë më kontakte me fëmijët. Mbi të gjitha kjo nën ka vuajtur shumë, ka humbur bashortin në një moshë të re dhe është përballur dhe me lëndët narkotike, pikërisht nga i biri saj Mario, i cili sot është në një gjendje jo fort të mirë shëndetësore. Por ajo do e rrëfej sot këtë histori me shpresën që ishnusja e djalit do e ndjeki, kështu që e hap dritaren dhe ftoj me njëherë zonjën Eleni. Eleni, përshëndetje nga Tirana. Përshëndes edhe unë nga Korça. Uroj të jesh mirë. Faleminderit gjithashtu edhe ti zëm. Jemi të dyja sot, sepse me sa kuptova unë nga pa komunikimi që kemi patur para disa ditëve, ju keni problem me ishnusën e djalit. Po. Por çfarë ka ndodhur, Eleni? Për të ma shpjeguar historinë. Ne kemi qenë në Gjermani azilantë, unë me gjithë Mario. Po. Aty është njojtur me këtë vajzën, ka qenë e martuar, e pa divorcuar me dokumenta, kishte një djalë, 1 vjeç. Nga martesa e parë. Pa. Dhe u pleksën të dy me Marion, kthehemi nga Gjermania, dim në Korçë. Çfarë viti bëhet fjalë, e dashur Eleni? 2019 mos gabohem. E qartë. Po? Nga ai moment jetuan bashkë 8 muaj, largohet në një moment, mos ja merr djalin dhe ikën pas një shkak. Unë në punë, Mario në punë, pristim të na silte bukë, kishte marrë fëmijën, valizët dhe kishte ikë. Megjithatë, Mario, nga që e deshte, insistovi 2 muaj, 3 muaj, mos të gënjej Odeta, e mori prapë. Por ajo më lejon edhe të pyes, ta bëjmë po, patjetër. E dashur Eleni, sepse ti po më tregon që nusja e djalit qëndroi 8 muaj me djalin tuaj dhe iku pas një shkak. Por ndoshta nuk ishte e lumtur me Marion, se besoj një shkak ajo e ka pasur që është larguar me atë lloj forme. Unë nuk kuptova gjë. Jetonim në një shtëpi. Ngrihemi në mëngjes, puthim fëmijën, iki unë e para në punë, qohet Mario, kishte puthur djalin, se edhe unë ja bëra këtë pyetje Marios që iku, kot, duke me ndentur nuk ikën njeriu. Unë grita, putha djalin, ta edhe ika, në orën 10 do vinte të na silte bukë, edhe mua edhe Marios. Ushimi. Por ritëm të vinte, nuk erdhi, pyesim komshin, të na thonë që kishte marrë 2 valizhe, edhe fëmijët, dhe mori një taksi aty në lagje dhe u largua. Pa lënë një mesazh, një letër Marios, pa njoftuar. Absolutisht asnjë gjë. Pra, ju e keni mësuar faktin kur keni vajtur në shtëpi dhe se keni gjetur. Po. E dashur Eleni, përpara se të më vazhdosh dhe të ma tregosh historinë, ti vetë marrëdhënien me nusën si e ke pasur, se më bëri përshtypje që ngrihesha në mëngjes dhe i puthja djalin. Ajo djalin e kishte sjell me vete, nga martesa e parë. Po, patjetër, po një vit e gjysmë, shumë i vogël. Unë faktikisht, kur më ka thënë Maria që kishte njojtur, nuk më dha shumë shpjegime që ajo kishte qenë e martuar, që kishte një fëmijë, e ke parasysh. Megjithatë, nga momenti parë që jam parë me fëmijën, ka ardhur direkt dhe më ka përqafuar. Për herë të parë. Unë kam qenë shumë në rregull me nuk kam pasur probleme asnjëherë,
deri në atë kohë, flasim që u largua. Si u largua, unë, për mendimin tim, unë jam 60 vjeç. I them, Mario, derisa u largua, pa asnjë arsye, po të më dëgjosh mua, mos e merr me. E kupton? Por, e dashur Eleni, më falë që të bëj pyetje, ndoshta që s'do të përgjigjesh. Jo. Unë kam vetë një djalë, është i vogël, por kur të rritet, unë jam e sigurt që çdo nën kur fëmia i prezanton shoqen të dashurën dhe mëson që ka një martesë të mëparshme, nënat refuzojnë. Gjithnjë kërkojnë që fëmia i tyre të marrë një vajzë të re. Besoj që e ke kundërshtuar apo e ke pranuar ashtu siç është? Jo. Në fillim e kam pranuar, po si u largua, pa asnjë arsye. Do të thënë, unë nuk pikas a gjë që ata të mos shkonin mirë, të kishin grindje, në sy tim nuk grindeshin asnjëherë. Mario, sa vjeç është Mario? Mario është i datëllinjes 88, 38 vjeç. Ndërsa nusja e djalit? 27. E qartë, i vija afërsisht 10-11 vite diferencë. Por ndalemi tek momenti që ju kthyehet në shtëpi dhe nusën nuk e gjetet. Çfarë ndodhi më pas? Flasim me familjen, jam se temi që është larguar, nuk e dim ku ka shkuar, do të bëm përçapje, kërkuam 2-3 ditë telefonin e pati të mbyllur, pastaj mbas 3 ditëve na merre jema, na thotë që ishte në një kushërire saj, në Librazh. Se nusja ishte nga një fshat i Librazhit, midis Librazhit edhe Elbasanit, në Irak, edhe ngjitesh malit andej në Gurshpat. E qartë. Polis. Pra, se ti besoj pak a shumë i ke idenë e këtyre se ke kaq kohë me këtë emision dhe ke folur domethënë në të gjitha trevat e Shqipërisë. Pas 3 ditëve që nusja ishte larguar dhe kishte humbur, le të themi, se telefoni kishte të fikur, ju mësuat që ajo ndodhesh në një fshat të Librazhdit. Çfarë ndodhi më pas? Mario vajti e takoi dhe i kërkoi të rikthehej? Po. Vazhduan gati 2-3 muaj, Mario ka probleme, Mario ka qenë përdorus. I lënë me narkotike. Po. Ka koha që ishim në Gjermani, doli nga ajo gjendje. Po. Deri diku e ke parasysh, fillovi metadonin shumë pak, me 20. Nga momenti që u largua vajza, e fillovi duke ngritur dozën. Pas 2-3 muajve e mori prap. Nga momenti që e mori prap Mario, i kam thënë në shtëpi, nuk ju dua. I kam ndihmuar, kanë gjetur shtëpi me qira, dhe unë kam jetuar vetë, dhe ata kanë jetuar vetë. Pra, në momenti që nusja u rikthye, ti në një farë mënyrë i ndave disa gjëra. Unë nuk ju mbaj më në shtëpi, shikoni jetën tuaj dhe në një farë mënyrë të rinj të punoni dhe të jetoni vetë. Por jam shumë kurioze të di, çfarë justifikimi ka Mario sa ajo? Pse kishte ikur dhe e dim vetëm ata të dy, Odeta, unë nuk kam bërë pyetje absolutisht asnjë gjë. Para nuk e kam pyetur pse ike, u ktheve, si u ktheve, edhe për fëmijën, për martesën e parë që kishte pasur. Nuk kam dashur të ndërhy fare në atë histori, ja kisha lënë Marios në dorë, përderisa ai u ndjehej mirë, e pranovi ashtu siç ishte. Mua nuk më pyeti kur u njoh, nuk më pyeti kur e mori. Unë kam pasur një disfatë të jetës time, më ka vdekur bushri në moshën 34 vjeç, unë kam qenë 29 vjeç. Me 3 fëmijë. Jam larguar në Greqi me mbështetjen e familjes time, ja dola mbana që i rita. Në 2013 pata fatkeqësi më vdiq djali i vogël në moshën 18 vjeç. Ngushëllime. Kam pasur domethënë në një jetë të them të vështirë. Megjithatë, jam këtu ku jam siç më shikon. I kam në forca vetes për të jetuar për Marion, edhe kam dhe një djalë tjetër, po për Marion më shumë, edhe Mario pati një histori dashurie me një vajzë nga fshati tim, nga momenti që nda nga ajo, u yri në rrugën e lëndë narkotike, në heroinë.
e kuptoj. Me gjithë ata, do më thënë, si e mori këtë vajzën, filluan punë, të dy punonin në një fabrikë këpucësh. Ata jetuan po në Korçë me shtëpi me qira? Po. Edhe unë ndihmonja nga pak, aq sa kisha mundësi. E dashur Eleni, më falë që ndërpres, ti vërtet u ki pranove në shtëpi të jetoje me ta, por ti shkoje te shtëpia e tyre, ata vinin për vizite këty? Po. Në stafirë, unë tek ata dhe ata tek mua. E kuptoj. Por, ke qenë mbështetje, jam sigur që ke qenë mbështetje për Marion dhe... Patjetër, Odeta. Vërtet, ai ishte vllati tim dhe mua më pëlqej që Sara e pranovi. Do më thënë Marion që ishte përdorus i lëndëve narkotike. Ose që kishte qenë, po përderisa merrte metadon, është e njëjta gjë. Për mua. Të kuptoj drejt. Ngeli shtatzane në djalin e madh, se ka 2 fëmijë Mario, i vu me emrin e djalit që më ka vdekur. Në një moment filluan ato grindjet, e ke parasysh filluan, nuk po shkonin mirë. Konfliktet. Pati një gabim që nuk dushe, do më thënë si lindi djalin, kur ishte djali 6 muajsh, unë kam një lokat, në qira. Që punon? Edhe, po e merrnim edhe, vinte edhe nusja, se doli nga fabrike e këpucës, vinte edhe nusja, punonja edhe unë, që një, do më thënë, për mua, nuk di si të them, një histori e vogël, në një lidhje tu në lokal me dike, se nuk dua, do më thënë, t'i hyrë shumë atyre të thellave, se unë edhe sot që po flasim, unë nuk i gej rasht në sy asnjëherë, që pse e bere, si ndodhi, e kupton. Pra, le të themi që tradhtia ndodhi. Po. U largua prap. Prap e mori Mario. Por, u mundua që ta haronte dhe nuk e harovi dot. Bëm dhe fëmijën tjetër. Nga që e mori, që ajo, do të thënë ta vlerësonte që unë po ta fal këtë gabim, bëm dhe një fëmijë tjetër. Dhe bëhet me 2 djem, Mario, të 2 djemi. Me 2. Po. Njeri quhet Alex, tjetri quhet Amar. Amar, ja vuri vetë nusja, bashkovi Alex, Mario, Robert dhe Eleni. Bashkoj emra. Dhe tërë emra tonë, 4 shkronja. Momente ishim mirë, nuk i dhe shumë fajo dhe ta për arsye se nga pjesa e metadonit, Mario erdhi gradualisht duke ngritur që të mos bëheshe nervoz, të mos dieshe me Sarën, që të mos ja kujton të ato çfarë kishin bërë. E qartë. Arriti në qendrën e metadonit, maksimumi është 120 miligram. Mario arriti deri në 300, 400. Dhe thuash ku e gjenin? E blinin. E qartë. Pastaj fillovi pinte dhe disa gjëra të tjera prap shtesë të Mario. Hyra në burg. Pse? E kishim këtu në punë. Nuk e di të vërtetën se nga kush erdhi ajo që erdhi policia, do më thënë ora 7:30 në mëngjes. Dhe unë, janë edhe gabimet time, Odeta, atë e blinin në Greqi, salvia qushe ajo. Për të unur metadonin. A i pinte një medikament, një tjetër? Po, një bar, nuk ishte ashash, po hynte drograt. Nuk e futën në atë pjesë ata. Nuk mundem tani, është një lloj erëze, po unë tani se gjeta për momentin. Pak rëndësika, le të themi që për të ndihmuar djalin ti mundove të gjeje një lloj bari në Greqi. E mora unë për sipër. Por pse i gjetën doza të këtij lloj bari?
një gram e gjysmë. Po, njoftuar dikush policin? Normal, nuk është se e kishim në shitje, ishte për përdorim vetjak të Marios. Unë kam një problem me kokën dhe vajin e ashashit, medicinal, e menja në Greqi 55 euro. E po, është e vërtet. Me dokumenta që nga Gjermania, se pata problemesh për të vigjak, duhet të bëj një operacion në pjesa e kafkës, këtu duhet të pritet se e kam të gangrenizuar, të pritet kjo dhe të vijet një profil. E lashë pjesën e problemeve të mia. Depresion, kur më vdiq djali, shumë gjëra të tash, jam histori më vete. E mora për sipër, u donova, Berat, 21 ditë në Tiranë, 8 muaj arrest shtëpie, për të mos unë fare mirë dhe policia e dinte shumë mirë që nuk ishte pjesa time, nuk isha unë ajo që përdornja këtë lloj, po mbajta unë përsipër për të mos e shkatruar familjen djalit, se nëse Mario do vinte në Burg, kisha një përgjegjësi shumë të madhe. Nusen, 3 fëmijët, vajzë e re, besoj se më kupton. Të kuptoj. Dhe kështu u dënove me 21 ditë Burg dhe 8 muaj arrest shtëpie. Jam dhe 4 vjet me detyrim paraqitje. E qartë. 10 mbaroj unë në detyrim, mbaroj arrestin e shtëpisë, dal, Sara ka qenë e djegur që këtu dhe deri në fund të kurrizit. Nusja e djalit. Nga lindjet, po, nga që i beri lindjet të shpeshta ju hap një plagë. Po. Dhe sa e ishte bluzën e ishte me gjithmish. Po. Bera të pamundurën në spitali këtu në Korçë, me një kirurg, ja gjeta anën, i bën plastikën, e dërgojnë e jema, që të mos sforcareshe me fëmijët, e ke parasysh, se ullë ngëriu, ajo plastika do hapeshe prap dhe nuk do t'i zinta. Kthehet nga e jema, po. Vjen, e kishte pyetur Mario që ish buri, erdhi e takovi djalin, për djalin e madh bëhet djalin. Po, nga martesa e parë. Po, se flisnim, edhe unë flisja me atë djalin. Sigurisht, ai ishte baba i fëmijës dhe do kujdese për fëmijën e vet. Edhe në një moment ajo i thotë që jo. I dhe djali saj, Liridoni, dhe i thotë, moj, mashtru se thotë, po nuk e erdhi aty, ti më rave mua, më nxore që takova te dhe ti qeshni. Në atë moment, Mario nuk arriti ta përmante vetëm, e godet, ishin nxirë sytë Sarës, Mario ishte i gërvistur këtu, dhe mbas 5 ditëve... Jam përleshur të dy, le të themi. Po. Ditën e 4 më vjen policia mua këtu se Sara nuk komunikonte me familjen, që të mos e shikonin që kishte sytë nxira. Mario nuk e linte që ti ikte, nga ato që kishte thënë Sara në polici kur arrestuan Marion. Se unë nuk dija që fare, dhe Sara i kishte deklaruar në polici që Eleni nuk di gjë. Se i kishin thënë ata, i kishin pyetur, i kishin ajo nuk di gjë, dhe faktikisht nuk di një gjë. Vjen më thonë mua kështu si është nusja e djalit se kanë bërë denancim familja që nuk e dinë. Është gjallë apo ka vdekur, se ka 4 ditë që nuk komunikon, nuk e ngre telefonin. E marr Mario unë, e shikojnë ata polica, që ajo po lante emët, po me turist. Në rregull. Ditën tjetër, në orën 3, vetëm policia poshtë pallatit, zbrit ca për një sqarimi të Marios. E marrin Marion, më marrin dhe mua, më mbajtën 8 ore dhe mua. Më marrin dhe mua, më thonë mua e di çfarë ka ndodhur në shtëpinë e djalit. Më vajti mendja nga që Mario është me cerozë, është me spok në mushkëri, është me epilepsi, dhe tash larg o zot, ka vdekur. Domethënë, kjo e pyetur di çfarë ka ndodhur në shtëpinë e djalit ta? Nëse më marrin, më çojnë në shtëpi e djalit, e shikojnë Sarën me sy të nxjera, i them po ti,
E rash në skallët, më tha mua. Në sytë të policave, edhe psikologë, di unë çfarë ishin mbledhur atje, se mbas ore erdhën më morën mua. Shoqëroheni dhe zonjën, i thot ai komandanti, të japë një intervistë që kjo nuk di gjë. E qartë. Më morën në orën 4, më kanë lëshuar në orën 11 të natës. Kur më lëshuar më tanë për Mario do marrësh avokat, se Mario do ndalohet, okej. U dënua Mario 8 muaj. Për dhunë. Gjatë kësaj kohe, unë nuk kam komunikuar me Sarën. Për kont, nga momenti që u arrestua Mario dhe deri tani që flasim të dyja, unë nuk kam komunikuar. Nuk mundesha, këtë të burgut nuk mundesha t'ja fal një Odeta. Të tash, deri më sot, unë me atë nuk kam komunikuar. Doli Mario nga burgu, për këtë pjesë dhe ishte Mario atë të diskutonte me ty. Doli Mario nga burgu. Folën një 2-3 ditë, djalin që kam të madhen jeton në Amerikë, ishte këtu, vajti i takovi, një herë të vetë me fëmijët. Ajo ka ikur te prindit e saj me fëmijët? Tani jeton në Tiranë. Në kryeqytet. Me shtëpinë në Qira, me vllajin, ka një vlla të pamartuar, ka dhe një të martuar aty në Tiranë. Është midis familjes së saj, nuk mund të them asnjë gjë më tepër. E qartë. Folëm ca kohë, me kamera fliste Mario, edhe unë fola një 2 herë me fëmijët, me atë jo. Një moment, i shkëputin gjërat, hapa një gjyq në Elbasan për njojtjen e atësisë. Por pse Mario nuk ishte bërë martesë celebrime? Celebrime akoma ajo ekziston me ish burin. Se më the, po, më the që ajo martesën. Por fëmijët e saj janë regjistruar tek burri i parë? Atësi njihet burri i parë? Emër mbi emër të ish burrit të Sarës. E qartë, e kuptova. Dhe ju drejtove gjykatës për njohje atësie, dhe gjëja më e mirë kjo që ke marrë hapi i parë. Gjykata ma refuzovi, ma pezullovi për arsye se duhet ish burri i Sarës i refuzojë fëmijët. Duhet t'i kishte refuzuar ta gjykatë si që nga momenti brenda vitit. Edhe brenda vitit që regjistrohen 2 fëmijë që nuk janë tandit, që nuk janë tandi, duhet t'i kishte refuzuar. Edhe ai përdorus është. Edhe ai përdorus të lëndë narkotike. Edhe ai me prindër të divorcuar, jema në Greqi, aty nuk e përkrante njeri. Nëse pjesë e jetës të tij as dua të ngatërojmë atë, po, i them atij djalit, më thot hape gjyqin ti se unë nga mua i ketë se vërtet se janë fëmijët tim ta. Kështu që s'mund të mbaj unë fëmijët e Marios. Si ma refuzuan ata, më thanë që duhet të refuzoj ai, ta gjyqin ai të refuzoj fëmijët, ta pranoj Sara që fëmijët i ka me Marion, duke qenë që unë kam quar foto gjatë lindjes të fëmijëve, ditë lindje, me mama, në vlla, njerëzit time, këton. Sepse më duket pak e habitshme. Në momentin që ti drejtohesh gjykatës, pra Mario i drejtohej gjykatës për njohje atësie, gjykata padyshim që thërret nënën e fëmijëve. Dhe nëna e fëmijëve në momentin që të rritet, tregon që po, ky është babai biologjik, por unë jam e martuar me letra me një person tjetër dhe ka ndodhur e gjithë kjo çështje siç u ka ndodhur juve. Edhe nëse nëna e refuzon dhe e mohon që nuk është ai babai, gjykata e ka të drejtën të bëjë një analizë DNA-je. Dhe një analiza DNA-je mes fëmijëve dhe Marios vërteton atësinë. Do të thënë, më habit fakti që pse gjykata e Elbasanit e ka refuzuar këtë kërkesë kur ai kërkon të i bëjë njohjen e atësisë. Nuk e di çfarë të them. Këtë më mori në telefon zotëria, një gjyqtar acariste, nuk e di, më duket se e kam numrin e atij. Dhe më tha që e pezulluam si ashtu se duhet të bëhet kjo procedurë. Por Ngela. Nëse do bëhet kjo procedurë, burri i parë është dakord të bëjë mohimin. Po, por nuk është këtu. Ai është në Gjermani për momentin. Është në Gjermani, por nëse duhet kështu, ai mund ta dërgojë një kërkesë gjykatës me noter, t'ua dërgojë juve.
Kishte folur ai gjykatësi se unë numrin e atij e kam unë të ish burit të Sarës. Po. Dhe ja dërgoj atij gjykatësit. Që të komunikonte, e qartë. Kishin folur, po ndodhi dhe kjo pjesa e pushimeve në gusht. Nuk më tha gjë njeri me. E lashë tani nuk dinja, dhe e ke parasysh nuk di nga të drejtohem. Se në momentin që unë argjoj dhe lek i thash, zotëri, edhe asaj avokates që më përpilovi këto karta dhe që do ta ndiqnim, i them, e dashur, këtu ndodhi, plus që unë të mora avokate për djalin tim, dhe fillovi do më them po më bante atë për punën e Sarës, jo po kështu, po ashtu, i thash nuk të mora të më bësh psikologji mua ati, se ti e fëmija tim, i thash, ti mund të kesh shkollën, unë kam shkollën e jetës. Kam qenë 30 vjeç dhe jam 60 vjeç që kam rritur 3 fëmijë. Avokati ja merret që të mbroj klientin. Kjo është e gjitha. Edhe fillovi do më them shumë të mbronte Sarën, se sa të mbronte Mario. Po, mirë, çrëndsi ka, Eleni, ti e the vetë që nusja edhe s'kishte faj. Mario mund të ketë shumë gabime, por ai është babai, si jam unë dot njëri. Nuk na i, as në telefon nuk na i nxjerr, më kërkovi telefon për djalin. Për Aleksin, se është 5 vjeç dhe i bleva telefon. Dhe ishte kompjuterin, ja quam. S'kishte në një moment, ato në një muaj në parë që fliste me Marion, nuk kishin në shime, i dërgova a njëra, 2 era, dhe ta nuk jam shumë, po i dërgova njëre, di që jam e se të i dërgova 50.000 lek, i dërgova dhe ca ushqime, jo ca roba, i dërgonja sot, 2 ditë të tretën, nuk na përgjigjeshe në telefon. Kurse tani ka 1 muaj e gjysëm, kishin folur para ca ditësh nëpërmjet nusës asaj tjetrës, nuk dua të flasme, se i tashme që fillon shkolla, dua të dërgoj në një gjë fëmijëve. Dhurat. Le të dërgoj lek me emrin tim, kodin t'ja dërgoj nusës të Amerikës unë, ajo t'ja dërgoj asaj, se me Marion nuk do të komunikojme. Të duket normale, tashi, vërtet, ata janë fëmijët, janë gjaku dhe shpirti tim. I japet dhe jetën. Ama, nuk ka mund të drejtë të shikoj fëmijët të patën në WhatsApp. Kaq mëshirë që unë 8 vjet kam sakrifikuar jetën time, kaq pak mëshirë edhe për Marion, për të gjitha që ka bërë. Të tash, edhe Mario nuk është më i mirë nga ajo, ka më shumë gabime, se kur e merr dikë, e merr me të gjitha gabimet që ka, e qartë. Ose se merr fare, dhe nuk është nevoja të kujtosh jetën se çfarë ka kaluar ajo apo ke kaluar ti, apo jo. U boj 1 muaj që ju nuk keni kontakte me fëmijët. Edhe mos më shumë. Fëmijët që si kemi parë fëmijë. Djali i madh është 5 vjeç, ndërsa djali tjetër është 3 vjeç e pak. Janë të vegjël të dy. Nuk e ka marrë guximin Mario të shkojë në Tiranë dhe ti kërkoj që ti nxjerri fëmijët, ti takoj? Odeta, edhe unë nuk e lejoj Marion se kam frikë se ajo mund t'i fusë një denancim tjetër dhe Mario nuk është në gjendje të bëj burg prapë. Të kuptoj, meraku i Mario po bën 4 muaj, qëri më shumë në gjendje gjumi me ilaçe, pi ilaçe sa i del gjumi, i të Mario dashën që po fëmijët po hanë, ma kanë ngrënë fëmijët bu, pi ilaçe dhe fshi gjumë o dhe ta. Mario ri më shumë në gjendje gjumi. Nuk dua të zgjohem, thot, se kam direkt më vete mendja në fëmijët, në një moment më vete mendja të vete, edhe se ajo më zirë si pretekst, si kur unë dojë jam me tjatin të na jam fëmijët, se mos jam bajmë. Se duhet jam bajë fëmijën me zorë unë asaj, kur ajo është nena, apo jo? Po, e qartë. Në ca momente, Mario, dua të rinë në gjumës, se në një moment më vete mendja të vete t'i vras, të vras edhe veten, e kupton deri ku ka arritur 4 muaj, flas me doktoreshën, më thotë, Eleni, Mario po të bie në depresion. Nuk del, 4 muaj, nuk del nga shtëpia. Ai që kur u nda me nusen ka ardhur është bashkuar me ty, jeton me ty.
Po. Je ti ajo që kujdesesh për Marion sot? Jam të ditën në punë, o zemër. Vik orën 6 edhe vetëm në 19 e mbanja flinte këtu. Ja të ta tregoj çfarë ambienti kam. Ky është lokali. Që keni marrë me qëra dhe punoni. Këtu flinte Maria ka fjetur 2 muaj. 2 muaj nuk të krevatin këtu. Dilte vetëm sa për të vajtur në banjë dhe tërë ditën në gjendje gjumi o deta. Tërë ditën. Por sot si është? Vazhdo me të njëjtën situatë? Në gjendje gjumi është në shtëpi, po nga që i ranë dhëmbët nga epilepsia i te, ju thyen dhëmbët momentin kur ishte dhe në burg, dhe pak nga ato që pi, edhe po i heq tani se vetëm rejet i kishin mbetur, hoqi këtë të syrit këtu edhe këtu ja bëri me operacion. E dashur Eleni, e kuptoj që Mario është në një gjendje që po bie në depresion, e ka të vështirë humbjen e fëmijëve. Ti vetë nuk e mundur dot me prindrit e saj, me njerëzit e saj të flasësh që gjithçka ka mbaruar mes atyre të dyve, por fëmijët mos t'i ndalojnë. Nuk pranojnë atë. Asnjëherë nuk e kam pranuar, që në fillim nuk e kam pranuar faktin që Sara mori Mario. S'kemi patur një marrëdhënie që të na afronte, se kanë qenë këto pjesët 3 herë ka ikur Sara, 3 herë ka marrë Mario. E qartë, e kuptova. Edhe nuk i kemi lënë vend. Edhe s'kan ngelur vend që të komunikojmë. Kam komunikuar me gjyshen e Sarës e në parë kur iku, edhe i ka thënë edhe marrë se kemi vajtur deri atje 160.000 lekë taksia, se ishte në majtë malit. Allahu, nuk është problemi. A del gjyshja nga e jama dhe thot, Mario, më vjen keq thot, po të më dëgjosh mua e thot, qëndro larg. As me t'jamën, as me t'jatin, nuk e kam gjetur unë që e kam dhëndër, nuk e kam gjetur gjuhën për kaq vite thot. Këto probleme kam pasur dhe unë me vajzën time thot, për t'jam me Sarës. Sa herë kam policira e më thetë tash ajo. E qartë. Është shumë histori e gjatë. Për 8 vjet që kam ndenjtur të thash, ishte 8 muajt e para që unë nuk pashë, nuk kuptova që ata që ti ikte, që të kishin grindje, ndoshta nuk grindeshin kur vinja unë në shtëpi, nuk di çfarë them, po nuk pashë në një diçka që ajo ti ikte pa thënë asgjë. Por më pas grindjet lindën derisa shkuan në ndarje. E dashur Eleni, vetë se ke marrë guximin për të takuar ishnusën e djalit, për të folur si qoftë për hir të asaj marrëdhënie të mirë që keni pasur të dyja, për t'i folur si një nën që këta fëmijë ka nevojë dhe për një baba t'i dëgjojnë zërin, qoftë unë si një gjyshe për t'i dhuruar dashurisë. Edhe Aleksi kaloi një traumë djalka, ra në koma, kemi pasur në Tiranë 2 javë, duke ndentur. Edhe duke ndentur që ne dikur thoshin është lodra e fëmijës, që i ka fëmijës. E kam dëgjuar. Po ishte një gjendje epilepsie, mbas asaj që u zgjua, është kuruar për epilepsi me deparkino. Të njëjtën gjë si Mario. Të trashëguar. Dhe ta unë nuk dua se nga ajo marrëdhënie aq e mirë që kisha me Sarën, ma hodhi poshtë. Edhe nuk dua të përballem. Të ka lënduar. Shumë. Të tash, mora për sipër atë që unë kam një jetë në moshën 60 vjetë vetë të bëj burg unë, vetëm për të mos prishur familjen e atyre të dyve. Nuk mundem, se nuk e di në një moment çfarë përgjigje do më jap, si do reagoj dhe pastaj se di edhe vetëm. Të tash, edhe unë kam kalova në depresion, edhe unë me mjekime jam, nuk dua ti agrevoj gjerat. Nuk e di, a do mundem do me thanë të jem e qeter në një përballje. Eleni, jam e sigur që ajo do të ndjeki, do të dëgjoj, ndoshta e ke atë frikën për të qenë përballë saj dhe për t'i thënë disa gjëra, por sot je përballë meje.
Dëshiron t'i thuash diçka Sarës? Unë patjetër që dua t'i them, pavarësisht se si e shtyn në jetën për 8 vjet të dy, unë e falenderoj që i qëndrovi Marios pranë. Gjithashtu, tash pavarësisht se si arritën deri në këtë pikë, do t'i lutem që të mendojnë për mua që kam një fëmijë, atë Aleksin që vu me emrin e djalit me dëshirën e saj, se unë nuk doja, se jasi ndodhi që më lëndodhi jashtë. Unë e fal për të gjitha, ja kam bërë halal të gjitha sakrificat që ka bërë, vetëm le të mendoj edhe për Marion, se ajo e di shumë mirë që Mario e di edhe gjendjen e Marios që kur lëndohet për diçka ri në këtë gjendjen e gjumit. Ju uroj të ketë një jetë më të mirë, por ne le të mos na ndaj nga fëmijët. Unë uroj dashur Eleni që Sara të na dëgjoj, të reagoj, të ndërgjegjësoj dhe ta kuptoj që ata fëmijë duhet flasin dhe me babain dhe me gjyshen, me ju. Dhe uroj që ajo të më telefonoj. Eleni, e kuptoj që ke bërë një jetë të vështirë, ke humbur bashortin në një moshë të re dhe dhimbjen e ke kthyer në forcë për të rritur fëmijët, por djali në moshën 18 vjeçare çfarë ndodhi? Aleksi i ndjeri. Aleksi vuante nga zemra, ishte me 2 vrimë në zemër. Nuk e ruante vetën, duke u rritur, nuk duhet të ruante sport, nuk duhet të ngrinte pesha, ra në gjumë edhe nuk u ngrit. Sa e dimshme. Në 23 korrik të 2013. Në atë kohë bashortin e kisha humbur. Që në një bashortin e kam humbur më 23 dhjetor 95-ës. Aleksin e kam pasur 7-8 muajsh. Kur nuk e ka njohur fare babain, por bashkëshorti pse edhe ai ka vdekur shumë i ri. I kalovi palca, ju kthyen uje, ju hapën 2 vrimë këtu brenda muajit. Edhe ai ra në gjumë së ngrit më. Po kam pasur një vjerë Odeta që më the Samira që t'jem vjera, që kam pasur një vjerë që nuk e di në një moment kur të më vdes mamaja time, besoj se do kem atë dhimbje që pata për vjerë. Edhe sot. Ai shumë të ka ndihmuar dhe të ka qëndruar pranë. Nuk besoj, nuk besoj që do gjej një njeri që të më rria qafër të më mbështes, se edhe mua më pinte buri. Po, pata vjerën e vjerin, edhe kunetrit, edhe kunatat, po me vjerën kam qenë. Si vajz e nënë? Kaluar. Më shumë se të komunikonte me mua, nuk komunikonte me vajzat të saja. I qani malet, thash, nuk e di, për nënën time që më ka lindur, nuk e di, a do më vi aq keq, sa më ka erdhur për vjerën. Por edhe nënën e kam shumë të mirë, vojtës edhe babai na ka lënë shpejt, mamaja, jemi 2 motra edhe një vlla, edhe mamaja sakrifikoi jetën e saj për ne. Po në moshën 18 vjet kam qenë në burri. Je martuar, e re, Eleni. Eleni, ti dite që dhimbjen ta kthesh në forcë dhe të marrësh rrugët e kurbetit për të rritur fëmijët, por prap e vështirë, ke bërë edhe nënën dhe babain të fëmijët. Dhe jam e sigurt që përballja me Marion dhe momentin që ai u bë për të rusi lëndëve narkotike ka qenë një tjetër moment i vështirë në jetën tënde. Kam të paktën Odeta 20 vjet që e qaj për së gjallë. Nuk më vjen mirë që shikoj një në atë gjendje, vonë e kam marrë vesh, do më thënë që kishte filluar, kujtoja se pinte në një cigare, ashash, gjera kështu. Po, ka pësu një të mirë që unë Maria nuk më ka, jo më shumë, po një thëri me grurë të më ketë trazuar, të më ketë vjedu për të bler ato. Ka punuar që ka vazhduar atë rrugë. Unë uroj dashur Eleni që
ai të dali nga kjo gjendje është djalë i ri, duhet të jetojë, të shijojë jetën me gjëra më të bukura. Uroj që të dali sa më shpejt nga kjo gjendje, uroj që të bashkohet sa më shpejt me fëmijët e tij. Ne të dyja do mbetemi së bashku në kontakt. Pas kujndave padyshim do flas me avokatët që unë operoj dhe bashkëpunoj për të dhënë këshillat e duhura dhe për ta ndjekur anën ligjore nëse nëna ka vënë të kufi dhe refuzon që fëmijët të kenë kontakte me babain dhe me ju si gjyshe, por shpresoj që Sara të më telefonoj dhe ndoshta të gjendet një rrugë, le të themi një ndërmjetësim ku të dyja palët të jenë mirë, të dakorcoj me njëri tjetrin dhe të gjitha lumturia e fëmijëve, ajo është kryesorja, primarja. Uroj që të ndodhi kjo gjë. Amin. Zoti ta shpërbleft edhe ty dhe shumë faleminderit. Eleni, të përshëndes dhe të përqafoj nga Tirana. Edhe unë gjithashtu Odeta, të përqafoj me shumë respekt nga Korça. Dhe të falami bëj Marios. Shumë faleminderit. Në qoftë se do të bie rruga të vish ndonjëherë në Korçë të pres. Pse jo e dashur. Mirupafshim. Mirupafshim. Faleminderit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni këtu në live mode që zëri juaj të dëgjohet. Mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjeni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këtë histori të dhimbshme fatkeqësisht, histori njerëzore, histori reale. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.